U rikëthyre. Po, Gjita, bëj dhe njëra të ishtë sa po bërë. Po, rëzoj ta ma, praf. Po, dërrit i ka prap, pastaj. Mirë, jemi rikëthyre në këtë pjesë vazhdore me panelin e sotëm dhe kemi nisur me kështu energjitë të shkujdesur, sepse kam përshtypje me këtë temë që kemi zgjedhur sot, jemi të gjithë pak të cikletë. E kupton se do të regojmë çik sa borxhe kemi dhënë, sa borxhe kemi marrë. Cikleti është ku merr borxh. Po më fole. Që se ke cikleti, për shumë nëse do të bëjmë në ty pyetje personale, a ke marrë borxh në njërë jetën tënde? E thua kështu hapur. Gjithmonë marrin? Shumë që ka... Jo, më dhe unë e thash hapur, po... Jo, unë të thash, jemi një në popullit në Ballkan, besoj që marrim dhe nuk e kemi probleme, jemi dhe zemërgjër, edhe japim, përpiqemi gjithmonë të ndihmojmë njerëz kur janë në hallë. Problemi ynë është që ne kemi siklet me i kërku me i marë pas të mbrapa. Themi shiko se më duhen për i hallë, ndërkohë në fund ditës janë lekët e tua. Jemi i vetëmi kom që justifikohemi kur na duhen lekët prapë. Pra, i gjem diçka që... Se kur s'kan siklet ata që i marrin dhe s'kujtojnë më t'i kthej. Po se ne i themi, hama më jep kur t'i kesh, e kupton mos e rrit mendjen. Po, është në mënyrë kortezie, jo se ja u themi me të vërtetë. Në fakt ky është studimi i fundit që është zhvilluar në botë dhe thuhet që 73% e njerëzve që kanë dhënë borxh nuk i kanë marrë mbrapsht akoma. Dhe i herë ose vonohen në kohë dhe duhet ja kujtosh 100 herë, ose nuk i merr kur gjithë jetën dhe ai të thotë pse unë kam borxh ty, s'është vërtet. Ndodhe dhe kështu. Dhe diskutojmë të temë edhe përshtatur edhe në kontekstin e shqiptarëve me huamarrjen, marrëdhënien që ata kanë me huamarrjen edhe me borxhin. Kemi një super panel, kujtim Gjuzin. Mirëmëngjes, mirëse. Mirëmëngjes, juve, mirëmëngjes. Fantastik për temën, besoj që të përshtatet maksimum. Tani ju thatë që kemi dhe një ekspert ekonomie... Po, patjetër. Live. Ndërkohë që mu më keni këtu direkt. Po, do t'a flasim më radhë. Ndërkohë është edhe Kristian Cuca, apo jo? Mirëmëngjes, mirëse erdhe. Si influencer, super djalë gallat, që këto temat e borxheve kanë përshtypjen i bën pjesë edhe të memeve tuaj që poston. Po. Je i rraur. Edhe po një pati bërë, dhe i dha në një ide. Po. Dhe njëkohësisht në Skype do të kemi Romina Radonshishi. Përshëndetje Romina, si duke që prezantoj vetë. Ekspert e ekonomie dhe njëkohësisht pedagoget. Përshëndesin, faleminderit që ke pranuar ftesën për qenë pjesë e panelit. Sikletosësh pak Romina kur bëhet fjalë për borxhe, apo jemi aq popull i hapur sa e pranojmë ne që edhe marrim borxh, edhe si shlyejmë në një herë edhe i harrojmë? Në fakt, si ekspert e ekonomie, shpesh herë kam dalë në studio televizive dhe për të thënë që shqiptarët marrin bukë me listë dhe ushqime me listë edhe në mes të Tiranës. E që mund të themi për ato shqiptarë cilët i marrin antarëve të familjes, dhe këtu kam parasysh edhe pensionistët, se ne themi si kthejnë, po ja, pensionistët janë nga ata cilët kur fëmijët e tyre apo antarët e tjerë i ndihmojnë, ato e konsiderojnë si borxh, edhe pse s'është borxh në të vërtetë. Po, për moshën e tyre sigurisht. Nuk e di pse më vjen një pyetje ti për Rominës. I them, sa shpesh do të marrim borxh? Cili është afati që duhet... Thashtë mua, ore. Po jo ty, moj, që punë e ka me ty. Pritën përgjigjesh. Rominës tjetër. Sa shpesh duhet marrë borxh? Po shiko atje. Në fakt, shqiptarët me kosin e jetesës që ka dhe me të ardhurat që ka një bie që të marrin borxh çdo muaj, dhe ka shumë individ, sidomos këtu kam parasysh dhe individ cilët kanë nivel të ardhurash mesatare që detyrohen të afërmet të tyre, për shembull familjarëve, motrave, vëllezërve, sepse nëse dikur borxhi ishte, domethënë shqiptarët ishin siç thatë dhe ju, zemërgjër dhe i peshin dhe nga kushëri të afërm apo shoqëri, sot rrethi është ngushtuar pikërisht për këtë fakt se sot shqiptarët nuk kanë as të japin borxh, ky është problemi. Pra nëse dikur kishin disa të ardhurat kursyera, këto 3 vitet e fundit me këtë kosto jetese, me këtë dinamik të rritjes së çmimeve, në fakt nuk kanë as para. Shiko, mund të jenë ulur shifrat që marrin borxh dhe që japin borxh, por kam përshtypjen ekziston akoma apo jo kujtim. Se ti ke jetuar duke i kërkuar leje profesoreshës, normal derisa jep leksione ka dhe titull dhe grade shkencore. Ne dim që borxhi është i lidhur që në momentin e monedhës piros, të paktën për ne albanët. Pyetja është e drejt për drejt, o kujtim, a ke marrë në herë borxh? Po do ta pyesja, dhe këtë patjetër që edhe borxh zyrtar ka marrë, edhe kur je biznesmen merr borxh, edhe kur je person fizik, jo në kuptimin zyrtar, sërish merr borxh. E rëndësishme është... Për çfarë? Ja t'ju shpjegoj.
Rëndësishme është të kthehet borxhi. Nëse merr borxh, për shembull, nga nëna ime këtej nga Kruja, nëse nuk e kthen borxhin në afat, atje nuk ke shanse më të marrësh borxh. Edhe ato kanë një postulat, kanë krutanët këta. Së japin më. Jo, thonë kështu, që ta zem se unë e mora një borxh. Nëse do shkosh për të marrë borxh mbi borxh, ato thonë, okej, hajde shkojmë pak ke kasaforta. Ato kasafort kanë një kështu druri që vendosin parat aty, bët fjalë për kullat e hershme, e thotë, a ka këtu më para? Jo, pra ti s'ke kthyer borxhin dhe unë s'kam qatë të t'jap ty më tepër. Dhe në atë moment maron dhe misia dhe borxhi. Pra borxhi është shumë i rrezikshëm nëse nuk kthehet. A ka kujtimin ndonjë borxh të pakthyer? Do të them për herë të parë, po. I kam shtetit shqiptar një borxh, gjob borxhi, do me thonë, kjo është morale, se ajo ka kaluar me amnisti, gjatë kohës që isha në biznes, më vuri një gjob, kjo zyra e tatimeve, prej 1.100.000 lekësh. Disi si pas ke paguar kur? Ja, ma dëgjoj. Atëherë unë çfarë bëra një dokument për të thënë që kjo është pasqyra financiare, këto janë fitimet, këto janë të gjitha, ju më keni vënë një borxh mos një detyrim 1.100.000. Ku t'i gjenë ato? Po të bëjmë hajdut. Po të bëjmë hajdut, shkon pranga, shqyr zotit 67 vjeç, kam shku një 3 herë, siç kam tregu dhe këtu, në komisariat, po maksimumi ka qenë 48 orë. 48, po sa është ka qenë atë kohë. Pra borxhi duhet likujdu. Okej. Ndërkohë ti Kris, si ke marrëdhëniet me borxhin? Për 48 orë, ja vlen. 1.000 po. Ja vlen. Jo. Dhe bëja. E tha në rastet e kaluara, jo për borxh. Jo, ai në mentalin tim si ekonomist, profesoresha e di që borxhi ka marzhin bankar për vitin financiar dhe quhet fitimi munguar në vite, apo jo profesoresh? Kështu që shumë na keni mësuar kur kemi... Po ne si shqiptar, zotë kemi një gjë që ne i marrim mes miq, Okej, po hap lojën me ty tani. Ju jeni gati, të futeni në burg me u bë milioner me 1 milion euro, ha? Varet sa. Kështu në televizor edhe thonë jo, po ti pyesësh... Një nga një thonë gjithë. Një nga një po ishte ka pyetja për 1 milion euro në burg. Kujtim Gjuzi ju thotë. Ja. Ja të rinj. E thajë, 28 orë, tha dhe rrjet. Sot i kujtim, varet sa vite burg bëhet fjalë. Merr një ofertë për shembull. Shiko, pa përmendur emra. Besoj se më keni dëgjuar dhe në ekranet tjera. President, kryeministër, kryetar kuvendi, kryetar bashkie. Hajde në burg. Nuk ka rëndësi shumë se sa do dënohesh. Nuk ka fare rëndësi. Po. Ti e njeri që e akuzuar për një gjë. E njoll biografike, okej. Jo, nuk është biografike. Është njoll që edhe në shpirtin tënd të vetëm, unë po them, borxhi është 2005-ës, jemi 2026, i bie që unë me 20 vjetë unë jam në rregull, 5 vjetë e ka ajo, plus 3 amnisti, unë jam në rregull. Po brenda meje borxhit të shteti ekziston. Pyetja është, pse nuk e kthen? Apo jo? Kjo është pyetja tani. Po se kthet do dhe se djali do, vajza do, vajza tjetër po, nipi po, të gjithë duan dhe ty në fund fare, së të mbetet gjë edhe një pension që unë nuk e kam të vogël. Pra do kujdes menaxhimi parave, dhe marrë borxhin. Për të dëgjuar pak edhe ty, si ke marrëdhëniet me borxhin? Merr, jep, edhe për çfarë i merr kryesisht nëse i merr borxhet? Për çfarë të janë dashur? Edhe unë si person fizik, kam përdorur këto lërat me karta krediti ose me kredit vogla, për të bërë dhe blerje për biznesin, po edhe që kam dhënë borxh miqve, edhe pastaj kur i merr në telefon të pyesin pse do lekët mbrapsht. Ashtu të vërtet? Për çfarë duheni? Edhe sikur po i kërkon lëmosh, kur janë lekët e tua. Je nga ata njerëz që ke frikë, ke një lloj ndrojtje ta kërkosh lekët që i ke dhënë? Se e ke shok, për shembull e ke mik familjar. Kërkosh lekët e tua, s'është problem. S'duhet jetë, po. Jo, marrin parasysh. Po, do konsumosh këpucët, karburantin, makinën për të vajtur atje. Marrin parasysh. Pra rritet që janë familjar ose miqë. Po. Edhe deri diku ndihesh në sikletë, se thu fund ditës pi kafe me këtë njeri, këtë e kam në fisë, e kam familje edhe
vihesh në siklet për t'i kërkuar lekët e tua, por ti nuk u vike. Ti do Ja lekët shef e dhe tua. story, tu nxjerr story, tu shiu jetën ti ndërkohë pa lekë. Maldive. Po, ka ndodhur? Konkretisht për çfarë ti kanë kërkuar lekët për shembull? Për çfarë ti ka kërkuar ai person që ti mas disa kohësh e ke parë me pushim? I kërkojnë për hall në të vërtet, pastaj shef duke shiu jetën. duke Se nuk të bëjnë hajt për shumë, nuk ta fshehin atë storin që postojnë në As nuk, momentin. as se vrasimeni më. Përpiqen fare, As nuk e mendojnë. Të ka bërë kjo më skeptik për të dhënë hua? Do me thënë, në momentin që ti nuk merr atë borxhin që të është dhënë dhe ke këto sjellje, je më skeptik të japësh hua te persona të Të tjerë? njëjtit person po, personave tjerë edhe duhet Okej. jemi pak, si ta them, që mos mendojmë në të shkuarën, jo ky s'mi ka dhënë lekët, s'do jap asnjëherë. Kështu që jam djegur me të tërë, domethënë. Pra s'pas eksperjenca mirë sa i përket Shqiptarët e kthejnë borxhin. Sa i përket borxhit, Jo, të garantoj që do ta kthejnë borxhin. Do e kthej. po e Do të tregoj vonojnë. një rast, po më lejuat. Patjetër, po. Siç e dini, unë kam qenë biznesmen, domethënë deri në vitin 2005, siç e thash. Në barin tim erdhi dikush nga shokët e mi, edhe më tha kujti, mua më duhet t'i ikë jashtë, më duhen para. Okej, thash, sa të duhen? Në atë kohë ishte me dollar. Më duke se një $500. Ka arë mas 15 vjetësh, i ka ra telefonit, kur është kthy nga Amerika, nuk ka dhënë $500. I ka shumë fishuar. Po. Për shkak të miqësisë. Më tha këto e paratë e tuaj. Unë t'i thash i thash se ti kishe... Në atë kohë, kur je biznesmen ke paratë, do më thënë që fluturojnë dyshek të parave. Nuk ishte dhe... Ishte banka e Shqipërisë, po nuk i besonim në atë kohë shumë bankave. Tani janë 16 institucione financiare dhe Ja banka në pranove Shqipëri. ato shumën që ishte tepër, apo? Jo, mora barazim, 50-50. Ai më afroi më shumë. Do më thonë, unë kisha dhënë $500, ai më dha $2.000 plus 500 centime. I thash, jo, në asnjë mënyrë. Por o do marrë, ta se më ke bërë nerë në ditë më vështirë. Gabim ke për ta harruar. Jo, ja mora 500, ja mora, se unë tash jam biznesmen, ja mora. Po t'ishte profesoresha, nuk ka pas për t'i marrë, jam i sigurt. Është Ofendim për në lekë. Do ato pyes pak dhe Romina. Po, Sa i përket edhe, le të themi, ndikimi që ka borxhe tashmë edhe tek miqtë, familjarët, se deri diku është kthe edhe pak i rrezikshëm dhe për jetën, ë? Ka njerëz që fillojnë pastaj marrin kërcënime nga persona që kanë marrë borxh, i thonë më kthe lekët, më kthe parat. Pra edhe të marrit borxh nuk është aq e thjeshtë sa ç'duket. Absolutisht, nuk është e thjeshtë, megjithatë unë mendoj që një pjesë e mirë e shqiptarëve që nuk është se duan të marrin borxh pikërisht të vënë siklet, le të themi miqsin apo anëtarët e tjerë të familjes, por pse e bëjnë? E bëjnë sepse së pari të shkosh në një institucion financiar ka disa procedura. Interesat janë tepër të qarta, abuzuese shpeshherë, sidomos për këto mikrokredit. Nga ana tjetër do të thoja që në fakt edukimi financiar së fundmi është rritur dhe arsyeja që pse shqiptarët marrin borxh tek miqtë dhe shokët vetë fakti që kanë atë luksin për t'i kthyer pak me vonesë. Jam shumë dakord me zotin Kujtim që ai thotë që shqiptarët i kthejnë borxhet, patjetër që Po t'i ktheni çik pas një presioneve që i bëjnë, ë? Ndryshe rasti zotit Kujtim, po ka që Profesoresh më jep leje? Kërkoj leje. E nderuar. Nëse ne marrim borxh, marrim pikërisht për fëmijët tanë. Po, e di. Nënën tonë, bashortën tonë, të dashurën tonë, ne meshkët Po, ka dhe rast abuzive se pa Edhe Kristiani. njëherë, ne, mirë pra, ju jeni, profesoresh ma konfirmot, lutem, jeni 92% e tregut. Ne jemi vetëm 8% e tregut botror. Le ta konfirmoj profesoresha nga studimet e veta. Nëse s'është kështu, atëherë unë tërhiqem. Ne marrim borxh për ju, ju na fusnin borxh, ne dalim, gjithmonë ne dalim. Dalim apo s'dalim? Prindrit po, gjithmonë prindrit tanë kanë. Jam edhe diçka tjetër. Po. E di çfarë do e thojë që janë pikërisht ato individë që kanë probleme me menaxhimin e financave që janë të rinj, dhe ato janë ato borxhlitë pa përgjegjshëm. E po të gjithë nuk janë financier si puna juaj, si puna ime, kështu që... Patjetër. Romina, po, për shembull në aspektin financiar, a është, le të thuash, një veprim i gabuar që të japësh borxh edhe të bllokosh ato financat e tua, se ti e the vetë që jo gjithë njerëzit po kanë mundësi sot të japin borxh, edhe ndoshta edhe për ta duan të ndihmojnë dikë të dashur, po është dhe dëm financiar për vetë ata. A është veprim i zgjuar sot të japësh borxh?
Në fakt, nëse flasim si financier, pra, patjetër që nuk është një veprim i zgjuar dhe patjetër që individi duhet të, sikur se një institucion bankar, pra, i cili menaxhon riskun dhe individi duhet të ketë parasysh kujt po ja jep borxhin, kush janë nevojat e këtij individi dhe patjetër të kuptojë nëse ky borxh do të kthehet në kohë, nëse ne kemi përpara një individi i cili ka probleme me financat, ka probleme, pra nuk është i punëtuar, apo ndoshta mendon që të le punën, atëherë do të ishte mirë që të mos e jepte borxhin, ose nëse do ta jepte le të themi të mendonte që borxhi do të kthehej me punë. Pra, përpara vendimarrjes për një borxh të afërmi duhet të kuptojë se sa i ka menaxhuar riskun, sa ky individ ka ndërmend të kthejë borxhin në kohë, apo ndoshta nuk mund ta kthejë kurrë. Jo, se ca njerëz duke treguar kështu zemërmirë japin borxh edhe ndihmojnë për shembull në fillim sa marrin rrogën, ndihmojnë miq dhe në fund pastaj ngelen për vete pa lek. Dhe marrin dhe ata borxh diku tjetër për të shtyr muaj. Ma do të kujtojnë gjithmonë shprehjen e Zotit Kujtim që thotë shqiptari ta kthen borxh. Ta kthen një ditë ta kthen. Absolutisht ta kthen. Dëgjoj, dua të gjej pak mendimin e Krisit këtu. Në momentin që ne marrim ua tek familjarët, për shkak këtu motra, vëllezër, prindër, a është vërtet borxh? A ke të njëjtë siklet për ta kthyer siç a ke? Dhurat dashurie. E merr të mirëqen që janë falur ato lekë. Po ti thuaj dua borxh. Po borxh aty kështu. Ashtu e kërkon. Ashtu e kërkon. Pastaj ndryshon statusi. Po se përmend më. Ndryshon me kalimin e orëve, kthehet në dhuratë. Po. Dhe prindërit zakonisht kujtim e falin këtë gjë. As bëhet fjalë fare. Ka ndodhur për shembull, nëse fëmijët e tu të kërkojnë diçka, kërkojnë në formë borxhi? Në moment që më thot dua borxh, them nuk kam. Po të më thot që më duan kaq para, domethënë shifra që mund t'japun, shkon deri në 100 euro. Se më shumë ka risk. E mëson dhe keq personin tjetër. Le të ma konfirmoj drejtorën gjithmonë, ju e dini besoj që unë kam një marrëdhënie me akademikët që ata duhet t'i dëgjoj normalisht në shpatullat e veta kemi thënë këtu secili ma kokën e vet. Dhe koka bën, koka pson, themi ne. Borxhi është i rrezikshëm, por për shembull në një moment 2004 kishte dy variante, ose biznesi duhet që të paguante $1.200 qera, ose duhet të paguante 2.000 euro në blerje të madhe, blerje madhe, se më thatë për familjen, blerje madhe. Edhe unë si ekonomist, normalisht e di riskun. Ata që nuk e din riskun, që si janë ekonomist, ata thonë futun në bankë, merë para, 36 ora, 55 palë kështu qizme, këpuc, 20 palë gjinse, funde, ku t'i gjohën se qfarë, dhe tjeshe që ato 2.000 eurot mujore, e ka marruar një kredi në 10 orë të vitit që i kalojnë 150.000 euro. Çdo kush që e ka menduar kur e ka marrë, me risk të lartë, ka thonë, si do i shlyesh? Ato janë trashëgimi familjare, vim të familja. Që do të thotë, a ishte ky një borxh i madh? Normalisht është borxh financiar në një bankë, dhe bankë kombëtare është ajo. Por e menaxhova borxhin, e kishim për 10 vjet, e menaxhuam, profesoresha e di riskun, e di pagesat borxhi mbi borxh. Kërkesa për rikonstruksion të kredis ishte presion, që të shkonte 26% nga 13.5%, unë thash, ja, më vje keq, borxhi shly 75.000, kemi kalu gjysmën e borxhit këtu, po, këtë e bën një njeri që ka autoritetin e politikanit, ose është i zgjedhur, ose është antar i Këshillit Bashkiak, një qytetar e ka të vështirë. Atëherë, çfarë duhet bëj banka, se vim ke sistemi bankar? Banka, sidomos banka në Shqipëri, nëse unë në një moment hipotetik, si pas kryeopozitarit dhe kryeqeveritarit, kanë thënë, okej, po e pranojmë atë ekonomistin. Se këtu po rrafim, ne vuajmë se s'kemi pas kryeministër ekonomist, për ta them, jo për vetëm, unë e përjashtoj veten time. Po edhe dje, të lutem Tamara, se është pak teknike kjo. Edhe dje, do më thënë, doli dikush në një protest, që është gazetar, nuk e bë dot. Gazetari bën në mënyrë ekselente panelin. Gjen të vërtetën. Por kur nuk mund t'i menaxhoj financat si një ekonomist i cili e di riskun. Imagjinohet t'i vesh aty mbrapa dhe një jurist, ama jo prokuror, se prokurori ka tentativën me mbrojtë shtetin,
të burgos sa më shumë. Gjehet një moment që është ajo që quhet demokracia në Greqinë e lashtë teme apo pellazi. Këtë do ta zgjidhim një herë tjetër. Pra borxhi gjithmonë ka riskun e lartë. A duhet marr? Po. Ata që marrin borxh në bankë që kalojnë 50.000 euro, 100.000 euro, ata janë çfarë them unë. Kujtima, është vërtet që një pjesë e madhe i biznesmenëve, kryesisht ato të mëdhenj, funksionojnë me borxhe nëpër banka, pra nuk përdorin lekët e veta, po funksionojnë me borxhe. Nuk investojnë me lekët e tyre. Jo, 2, edhe unë 3, tani, me qenë se jemi 50-50 në Shqipëri, meshkuj dhe zonja, apo princesha, mretnesha, si që trajtoj unë, të dy së bashku i kemi borxh shtetit shqiptar, unë 6 muaj pensionin tim, ndërsa ju rrogën 1 vit. Po pse? Sepse çdo individ në Shqipëri sot është 3.100 euro borxh si pasojë e 62, jo më fal, 56 deri në 62% e borxhit të shtetit shqiptar. Ja kemi borxh, çdo fëmijë që lind është me 3.100 euro borxh. Pra të gjithë janë borxh. Imagjinoj biznesmenët të cilët janë, sipas Churchillit, janë kuajt që tërheqin karrocën qeveritare. Dhe kur Churchillit i tha Ministri i Ekonomisë, unë tha do t'i ngrej taksat këtyre, ai tha ti je i shkarkuar. Pse? Se ti tha do të mvrasësh kuajt. Mirë, ta marrin kështu, po fokusohemi edhe një herë tek pjesa e borxheve që japim me njëri tjetrin. Borxhi individual. Këto në njerëzit e thjeshtë që i marrin për të shtyr muaj në këtë rast e kam. Nisim se tha edhe Romina që nga lista e ushqimeve në lagje, borxha Po, patjetër, po. Nisa ajo është pak tjetër gjë, duhet fokusohesh te borxhet që ne japim mes mish. Njihni ju raste, për shembull, që mund të ketë shkatruar dhe misi, ndonjë borxh që 2 persona, 2 shok të ngushtë për shkak të lekut nuk flasin më, nuk e shkthyer më, ose ka përfunduar. Jo vetëm miq, por ndonjëherë dhe vëllezrit. Po shiqur që unë kam vetëm një vëlla dhe ai kur i ka marrun, ose ai mua, ta tregoj? Po, patjetër. Jena në vitin 93. Edhe normalisht unë kam një biznes, siç e kam thënë, një bar, kafe, pizzeri. Edhe normalisht, kur zirohet biznesit, ku të qosh parat? Edhe ti bën dhe një autoshkollë, se në atë kohë ishte gjendje për të mësuar leje dhe drejtimit. Edhe i jap patentën, do më thonë, merrem me vllajën tim që ai të marrë patentën. Një ditë kishte lënë makinën pa karburant, shkon të Andezi edhe më tha mu ku je, filan vend, më sill karburant. Ja çova. 1 litër e gjysmë, 2 litra, 5 litra, nuk e maj mend eksakt, e ndezi makinën, iku. Pritë se po e kthej karburantin, s'ka. Pritë se, i thash i ditë, një gjohë se e kisha separatorin plot. I thash një gjohë se më duhet karburant, se s'kam karburant. Po i ikër ta se s'kam të shi lek me vete. Po mirë, faleminderit. Vllaj, vllaj, me non me bab. Ja thash të herë tjetër, ore, jem Terezitja, a je vllaj im të apo kush je? Tani çfarë mund të bësh vllajt në këtë rast? Por karburantin një ditë tjetër, kur i mush mrejnë ati e solli. Po, janë tolerimet mes vëllezërve. Te ka marrë, tha, 1 bidon, po, ja 2 bidona, vetëm mos më thuj moda që më ke karburant borxh. Pra, është ajo që thash në fillim të bisedës. Borxhi duhet likuiduar, sidomos në sistemin bankar. Por kjo s'do të thotë që sistemi bankar të abuzoj dhe t'i themi profesoreshës tani që borxhi jonë edhe në këtë moment është gati 21-22% e totalit. Në banka. është lartë, është shumë lartë. Mos të fokusohemi te bankat, se do fokusohemi aty, sa ty fillon individual. Mirë, kur ta bëjmë tema të borxhit, atëherë do fokusohemi. Romina, gjithashtu studimi thuhet, jo, do të them pak Romina se për pjesën e studimit që 73% e njerëzve që kanë dhënë hua nuk i është kthyer. Si shihet kjo gjëja, domethënë shihet tani do kemi ndonjë ulje, nuk do marrin më njerëzit borxh apo do vazhdojnë akoma dhe numri do rritet? Në fakt, dohet ta lidhja këtë dhe faktikisht me sistemin bankar, se është e pamundur. Shkurtimisht ama. Po patjetër. Pra, faleminderit profesoresh, faleminderit që më erdhën ndihmë. Edukimi financiar është rritur, pra ne po të shohim sistemin bankar, borxhet e këqija janë ulur, që do të thotë që shqiptarët sot kanë mundësi të mirë menaxhojnë financat e tyre, ose ndoshta kanë rritur borxhet e anëtarëve të familjes. Tani,
Një pjesë e mirë, në fakt, ne firmantarët e familjes po jam miq e shok, një pjesë e mirë e individëve dhe nuk e kthejnë, dhe pikërisht janë ato individë të cilët ose nuk kanë mundësi financiare ose janë të papërgjegjshëm dhe kanë probleme me menaxhimin e financave të tyre, dhe arsyeja më pas që nuk kthehen është fakti që individi i cili ka dhënë borxh është lodhur, nuk e kërkuar, dhe më pas vendos mos ta kërkojë më. Po. Okej, mirë. Për ty, Kristi? Nuk e di, paktën nga familja jote, konkretisht ti si ke pasur këto raporte? Ke marrë dhe i ke dhënë? Për shembull, ke marrë lekët babit, mamit dhe më pas ja ke dhënë apo ti kanë falur edhe këta? Ka marrë, vetëm merë. Vetëm merë. Nuk ka ndryshe. Babai e nëna ka detyrim për kalamajt sa di gjallë tu janë para. Ulit poshtë legu. Po, është ideja që neve në base, nuk e di për Kristianin, ajo ndjenja e, më thënë, ndërgjigja pak e fajt që kur ti fillon dhe punon dhe arrin ende ti marrësh lek borxh shtëpisë, se si të duket dhe thup, duhet dhe me ja kthy në herë, se edhe unë po punoj, pa çka se her pas here i marr. Unë e konsideroj si dhuratë. Unë e di që ata brenda e mendojnë. Si Ky po dhuratë, punon tani, do më japin një gjë brapsht. Jam bërë me çunë, po më dhurojnë diçka. Kurse kur ja pun lek pastaj mbaret me na. Që ta kemi qartë, kur bësh me çunë, rriten të dhuratat? Of course. Rriten, ta kemi parasysh. Jo, se me parasysh. Me prindrit e kuptuam, po me partneren për shembull, a ka borxhe për shembull, unë njoh partnerë që janë me portofole të ndarë dhe thonë që më jep pak borxh ti se më duhet blej këtë gjë. A duhet ta kthej borxhin partnerja në fundit edhe nëse Qoftë se japim ne meshkujt, ja. Pra kujtim. Qoftë se japim. Se kështu bërë fitim. Ja, atëherë le ta lidh sërish, po më lejuat se nëna ime është krutane dhe fola për një portofol krutan dhe unë si shmangem dot asaj. Kur unë jam martuar i ri. Më tha, do nëna por do t'jap 2 porosi. Po, thash qa porosi do më japi. E para tha, nuk duhet vesh dorë mbi gruan tënde kurrë. Çfarë do që të bëja ja? S'merdi për 7 më kështu, në atë moshë që isha. Edhe e dyta tha, nuk do t'i tregosh kurrë sa para ke në portofol. Sipas nënës time, vetë gjinia femërore ka një lloj marzhi frike. Për shembull, nëse kemi profesoreshën këtu dhe nëse më lejon që t'i drejtohem si student gjithmonë. Unë kam mbaruar Universitetin Bujqësor të Tiranës për ekonomi dhe biznes. Do të thotë që te biznesi e thash më përpara ata. Problemi financiar shumë i rrezikshëm, sidomos në shuma të mëdha. Se pastaj ka njerëz të papërgjegjshëm për Se mos ta di bashkëshortja pra, sa lek e ti në gjendje. Supozohet ju të keni pasurit për bashkët, ajo të ndihmoj. A folëm për 92% të tregut e kontrolloni ju. Do të thotë që në moment, po themi në një moment hipotetik, në i merrni gjithë parat, po i drejtohem në nëstime, prapë. Se aty s'ke ku shkon. Ka qenë vitin 1974 dhe unë jam vetëm 15 vjeç. Babai e sillte rrogën në shtëpi dhe mbante 500 lekë të vjetra në atë kohë që s'ishin shumë, sigur të marrësh sot për shembull 500.000 lekë të vjetra ose 50.000 lekë të reja, se kam profesoreshën këtu e s'mund të gaboj. Domethënë është njësoj si të mbaj bashkëshorti 50.000 lekë në muaj. Dhe 450.000 lekë ti dorëzojnë në familje për menaxhimin e drita, uje, qiraje, ku dëgjon se çfarë, etc. që ka. Dhe në atë moment del në pazar, vi në pazar, do më thënë tek trikoteksi e që kanë qenë këto, mapo e qylyma të jashtëzakonshëm që s'kishin ardhur kur, qylyma persian quheshin. Nëna 20.000 lekët e kursyra aty, një të marrë parat, një të ble tapetin, një të asjellë në shtëpi, vjen babai. I thot, të pëlqen tapeti? I thot, shumë i bukur që ka. Për të justifikuar shumën e parave, që kishin ikë. Rëshekumbla. Jo, rëshekumbla se janë aty ata. është investim. Kumbla t'i ka kryeministri mas shpine. Edhe, këta e kam blerë tapetin, tha, se po rriten djemë, tha, dhe djemë nuk mund të rrinë qimento, se naftofin djemë. Dhe më thonë, shiko qa logjike përdori. Babai o atësaru shumë. Po të themu atësaru, dakor, tha, nesër, çfarë do hamë? Po sot ta kemi, nesër, tha, normalisht që zonjat e dinë se qa ka, qa s'ka, edhe vërësisi kishe. Nuk them se janë 75, kishe vërësisi. Të nesmen,
Po më dederonin të regojnë gjë se kam thënë kur. Të nesër kështë bo, si që shiboni ju speca me uthulle, me kështu gjonash, dhe më thonë i kanë i tyre bukur, po gjellë të dytë, s'kishte. As kështu salator domatesh e kastravecash, s'kishte, as djath, jo. Vetëm i pjatë. Po, baba i vjen i lodhë nga puna, e shef pjatën aty. E pashëm që i kështë, nuk ishte, u shfazu. Një gjendje, po. E merë pjatën babaj, dritë pasa i ka vdek, edhe. Tapeti e gjithë, dhe më thonë, tani që të bëjën me vlajnë. Nëna është më punë, punon të nëna shumë. Ishte brigadire në Periqeri, qëvat, edhe punon dhe qatë tëmë. O do të merë të rogën e babajt 700, si i bje, 7.800 lek, 780 lek prapë me të reja, po flasim, kështë se kjo është gabim, po nuk, kur të bëtë profesoresha bankere, mund të ndrojnë këtë ide. Edhe ne që të bëjmë tani, se do vi nëna dhe do shofi që këtu është bërë muj. Iku babaj. Iku më shatë. Iku të njërës të vetë. Do më dhajë shumë atër, asë bukë së ngrezja. Ne morëm të dy me vlajnë, pastrum tapetin, e bëm gjitha, e morëm atë bufen, e rëtulluam me zorë, se edhe të vejë, në rrumë 15, vlajë 14. E rëtulluam me mbuluam murin atje, vjen nëna e shikon. Shpjen regull, po ka ndryshuar diçka. Më thamu, qa ka këtu? I thash, asë si gjomë s'ka. Këtu diçka ka, tha tashi, se unë e shoh, tha, se sa do të pastrojmë ne meshkët, nuk e bëjmë do të ashtu si ishte. E vërtet. I thash, tani, unë i thash, unë zeva me vlajnë, i thash, edhe i rash pjatës, nuk i tregova. Po mirë, tha, ku e babi? I thash, babi ka ikë. Ku ka ikë, tha mu? I thash, nuk e di. A hëngri bukë, tha mu? Që ti thosha, që hëngri, si thosha do, si bërë 2-3 rrenat barda rjesht. Ja të regohë pësta. Një që televizorin kështu ke ato, ke prasysh që ishin, të shive ku ashtë. E pa po, 20.000 lek që i vjetër, ose 2.000 lek të rejat e tapetit, ikën. Pra ndaj thua ti s'duhet jeti përbashkët. Mirë, kohë tjetër atëre, ndërkohë Kristi ti sot. Kohë tjetër atëre për menaxhimin e financave. Do dali sot që është shi, sa të hikë në retë. Nuk ka kohë tjetër, një ta kohë është. Pa tjetër, po duhet gjë pak se moderniteti juaj është tjetër gjë. Po ne punojmë për ju, që ta dini të. Do vi dakord. Si ndryshojnë rregullat, Kris? Ti si ke marrëdhënie me partnerin? Keni një buxhet të përbashkët apo tani që i bërë dhe me fëmijë? Ato gjë është live e përbashkët. Jo të fsheta, kështu secret bank account. Si e keni, dhe me thënë, kur partnerët do të bëjë një investim për shembull të thotë, që ko Kristi unë do të blej këtë gjën. Ta thotë apo thjesht? Gjërat vogla tani për Po mirë, i ka shkuar lloja për të marrë një çantë, po marrë një rast bazik. Një çantë që mund të jetë pak më e shtrenjtë se herët e tjera, për shembull. Siç janë lekët e mia dhe lekët e saj, për gjërat vogla s'kemi pse të konsultohemi, do blej diçka kështu, një çantë, një veshje, një makinë. Blen dhe ka. Për gjëra të mëdha, po. Që e bleva. Nga ana tjetër, Romina, nena kanë mësuar, se kam përshtypjen është një traditë e kohëve moderne kjo, na thonë që këshilla nga mamat për gocat e reja, na thonë që duhet që ju gocat patjetër të keni një sasi parash më vete, pa e ditur partneri, për të pasur sigurinë tuaj që nesër pas nesër ndodh çat ndodh, ju nuk jeni të varura. Dhe, do të thënë, duhet një sasi që partneri s'duhet e marrë vesh kurrë. Si mendon ti për këtë? Si edhe një grua e rritur, a e praktikon, a e ke dëgjuar? Në fakt, do thojë diçka përpara, femrat në gjithë botën kërkojnë barazi, në përgjithësi, po ku vjen punat e barazia financiare aty mbetet. Aty mbetet sepse investimet më të larta do t'i bëjë mashkulli etj etj, ndërkohë që ne shtyrë këtë tabu sepse ka dhe gra që paguan më shumë se sa një mashkull. Nga ana tjetër, çështja e kursimeve, kjo është një këshill e mirë, por mendoj që sikurse edhe femra dhe mashkulli fshe para. Askush mos thotë që nuk fshe. Pothuajse të gjithë fshehin. Nëse tani do doja të thojë diçka, nëse gruaja fshe sepse për një të mirë, për një të keq, se ndoshta ka dhe fëmijë dhe duhet t'i mbajnë, ndërsa unë mendoj që mashkulli, e di pse fshe, sepse mund të shpenzojë më shumë me shokët, duke dashur të jetë kavalier, sidomos mashkulli Ballkanas, dhe nëse do të shkojnë në shtëpi dhe ta tregojë historinë, patjetër që gruaja do ta paragjykojë. Dhe do thotë se shpenzove etj, se për të mos pas konfliktit të kësaj natyre, atëherë ai mashkull flet disa para munjan me qëllim që po paratë do të shpenzojë në bara, për restoranta, apo duke. Romina, më pëlqeu shumë ajo që thatë në fillim, që
Pra, femrat kërkojnë barazi, po në të njëjtën kohë edhe nuk kërkojnë barazi. Ne zakonisht kërkojmë e përsi në këtë rast, se barazia është termi vjetër, po çfarë si ka kjo? Mira është 50-50 mendoj. Mbajeni këtu Këta hapësirat e tij për të shpenzuar kur do të shpenzojë. I bie që sipas Fanolit, kryutanët e shesin rërën përfarë në këtë rast, të fshetësisë. E tha dhe ju, e pohoj dhe profesoresha, do më thonë unë ju referova nënës që tha gjithmonë ruaj portofolin mos e tregot gjithë, po unë mendoj, unë për vete. E kanë tregu portofolin dhe vetë me porosi që s'ka majtë nënës është kjo. Portofoli është aty, në qoftë se fut duart në portofol, pa djenin time, ke vjedhur. Okej, duhet të njoftohem. Nëse më thua mua që mua më duan 100 euro për të blejt çantë. Lekët i menaxhon ti atëherë, nuk i vjen përbashkëta. I menaxhon ti, se ti Ideja jenë bashkëta, do të thotë ti i vend aty dhe çfarë Mos i kombinat. referohem Duhet tani, jetë në djenisë se jemi sa para para zgjidhënore edhe me profesoreshën Po edhe si e ti shtëpia ju duhet marrë leje ty, o kujtim të Jo marrë kaq leje, lekë? Jo leje, nuk e kishte të kujt. bëhet fjalë për para, the për portofol. Po ti thua Portofoli nëse është personal tani. Jo, ti thua nëse ajo fut duart pa djenin time, atëherë është vjedhje. Po ti si Është aty, vjedhje. ajo mund marrë një Fillon të vendim. vajzat mia. Është vjedhje e partnerit, i këshilloj të mos fusin duart pa u këshillu. I këshilloj publikisht. Në rregull. Unë nuk kam të drejtë personalisht t'i them sa para ke në portofol. Ja, se kam të drejtë. Se femrat duhen që të blejnë disa gjëra intimo që ne nuk mund t'i konceptojmë do të se çfarë si qysh. Ja, bravo. Një mendim dhe arstetim ashtu si Dakor, mirë. Po ja japim këtë, po ja japim. Faleminderit. Jo, për ta dhona ashtu ti prit o princo herë me katar. E fundit fare se duhet ta mbyllim. Ku jetën këtu se nuk shoh gjë unë as dora. Jo, akoma jemi E ka Rrugës, mërzit, se do vri mërtnesha edhe ajo e mbron mbretin, edhe në kutinë e shahut. Ajo duhet mbrojtur e para. Do më thonë, ne duhet ikim më parë, prandaj ne zakonisht i marrim zonjat tona më të reja, që të kenë na mundësi ne me ikë për para, që edhe varrimi jonë të bëhet mirë, e më kupton, e të gjitha tona. Ndryshe pastaj kemi gati 3200 vjetë që kemi humur troll shqiptarë si pas këti mentaliteti. Kur e kanë pas mërtnesha tona, nuk ka qenë aty poshtë në Sazan, ka qenë me zdet. Ka thonë pritë se këtu është flota ime. Mbretëresha Teuta, po i referohet. Ha diskutim. Ti me ardhur në fund të kësaj pjesë të panelit, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë Romina për gjitha mendimet që na dhe, kujtim kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit shumë edhe për ty. Kujdes me borxhet njerëz. Kujdes me borxhet. Kur ti merrni shlyeri sa më shpejt që edhe juve mos t'ju bie ajo barra. Kujdes bankat mos vjedhin shqiptarët. E përsëris. Por unë interesat kanë ngelur shpresa e fundit të tani apo bankës. Nuk kam dalë nga borxhi 150.000 euro. E gjithë bëj bankës tani apo jo? Prandaj s'pas ke folur me herët. Tani i bën zborin, tani merr dhe 150 euro. Imagjinoj një deklaratë këtu ke ju se sa klient mund t'i hiqin nga besueshmëria që mund të kemë në poshtë. Ashtu. Ne them ta lëmë kaq. Okej, ikim reklama dhe vim pas pak.